Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Përfundon procesi numërimit të votave në qarkun e Elbasanit. Partia Socialiste arriti të sigurojë 60.5% të votave nga 29.3% Partisë Demokratike me aleatët. Me këtë rezultat, shumica e qeverisë se garanton 10 mandate kundrejt 4 të demokratëve me koalicionin Shqipëria Madhështore. Nisma Shqipëria bëhet është renditur e treta, por pa arritur të fitojë ndonjë mandat. Edhe në qarkun e Korçës, socialistët morën mbështetjen e më shumë se 50% votuesve. Sipas të dhënave të publikuara në faqen zyrtare të KQZ-s, Partia Socialiste e Shqipërisë siguroi 57.000 vota ose rreth 54.33%. Koalicioni Partia Demokratike, Alianca për Shqipërinë Madhështore, rreth 36.000 vota ose 34.57%. Me këtë rezultat, socialistët arrin të marrin 6 mandate kundrejt 4 të demokratëve. Socialistët arrin të marrin 8 nga 12 mandate në qarkun e Vlorës. Pas përfundimit të procesit të numërimit të votave, Partia Demokratike me aleatët është forca e dytë me 26.62% të votave, ndërsa socialistët arrin të marrin rreth 58.72% të votave. Demokratët arrin të ruajnë shumicën në qarkun e Lezhës. Pas përfundimit të numërimit të 245 kutive të votimit, Partia Demokratike siguron fitoren e rreth 45.13% të totalit ose 298.000 vota. Socialistët marrin rreth 28.000 vota ose 42.23% të tyre, duke siguruar 3 mandate deputetësh, ndërsa demokratët fitojnë shumicën me 4 mandate deputetësh. Fitore e mundshme e socialistëve dhe në qarkun e Dibrës është komentuar si historike nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi. Si drejtuesi politik i qarkut, Klosi tha se është votuar jo thjesht për premtimet, por për projekte dhe punën realizuar në 12 vjet qeverisje. Pas 12 vjetësh nuk votohesh për ato që premton, votohesh për ato që ke bërë. Dhe votohesh për ato që mbi ato çfarë ke bërë, çfarë premton të bësh për të ardhmen. Ndërsa nuk kanë munguar dhe kritika ndaj demokratëve për një përpjekje për të rritur tensionet. Vizioni janë Shqipëria 2030, triumfoi mbi vizionin e partive kundërshtare, që në fund fundit as nuk e di ta thuar tani që kush ishte fjalia ose mesazhi politik i Partisë Madhështore. Vetëm që jemi madhështor, nuk besoj se njerëzit e pranojnë me kaq. Në këtë qark, Partia Socialiste kryeson me 52% kundrejt 34% të demokratëve. SPAK regjistron procedim penal për veprën e korrupsionit aktiv në zgjedhje. Sipas kësaj strukture, një grup personash kanë premtuar dhe ofruar shuma monetare votuesve në 3 fshatra të rrethit Kukës për të votuar në favor të Partisë Social-Demokrate. Në kërkim kryeplaku i fshatit Lusen, ndërsa është vënë në pranga një tjetër person i kapur në flagrancë. Prokuroria e posaçme po vjon timet për të identifikuar dhe vënë para përgjegjësisë penale personat të cilët morën shumat monetare në këmbim të votave të tyre për subjektin politik. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.